Në kontrole policore në 2 objekte hotelerike në fshatrat e Tetovës, Sedlarce e Epërme dhe Zhelin, janë arrestuar 22 vajza shtetase të Shqipërisë dhe të Maqedonisë dhe 1 shtetase bullgare, të cilat kryesisht kanë punuar si kërcimtare dhe këngëtare. Në një objekt hoteleri Korabi në fshatin Sedlarce e Epërme, Prone ZL 36 vjeçar nga Tetova, kumtoi Ministria e Punëve të Brendshme, janë hasur e pastaj edhe arrestuar 7 vajza nga Republika e Shqipërisë dhe 1 nga Republika e Bullgarisë. Në objektin hotelerik Zhelina në fshatin Zhelin në pronësi të SHI 33 vjeçar dhe MF 22 vjeçar dhe 2 nga Zhelina, janë gjetur shtetase shqiptare dhe maqedonase. Të gjitha vajzat, të cilat kryesisht janë angazhuar si këngëtare dhe kërcimtare, së bashku me pronarët e tyre janë arrestuar dhe mbajtur në sektorin për punë të brendshme në Tetovë, por procedurë të më tutjeshme në sektorin për të huaj dhe riadhesim. Pas pastrimit të plotë të rasteve kundër të involvuarve, do të parashtrohen parashtresa përkatëse.